Rajt diçka, era më ju kallëzu që ata munohen me rajt të smushur. Kush ashtu zotë Geci kush? Fata Peci, ç've fata? Ta zom që unë për ju të regoj kuptimin, jo mund edhe me pyet zotrin nga një Geci, a i ka dërgu dikuj nga koalicioni lëvizjave të vendosje Guxha dhe Alternativa ndonjë SMS, ku e ka shprej dhe thëtë simpatinë dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet. Fillimisht unë dëgjova një intervistë, fatën e kishte bënë një intervistë dhe kishte thonë që Gani Geci ju ka dërguar SMS. Fakti është se unë jam taku me Fatan Pecin në një aeroport Gjermani, me orë për Gjermani deri në Kosovë. I kemi në numrat të telefonit. Kur ka dalë në një konferencë për shtyp se ai po dalë me kthy pronat e Ministrisë Bujqësisë, zësisht të Pylltarisë, unë i kam dërgu një SMS atina dhe ja kam dërgu disa prona të uzurpuara që kam dyshu që janë të uzurpuara në territorin e Drenitës dhe nuk më ka përgjigj, që do që tjetë, unë tentova me këshyr ata SMS-at, bëja këshyr edhe numrin edhe SMS-at edhe ma qëtë që këtë numër nuk të ekziston. Unë nuk jam maj që i qoj dikuj SMS për bashkëpunim, kur njët. Unë komenu që ata lista Guxha janë me LDK, tash përshijet që ata janë japonqë e LVV-s,